Do ju tregoj recetën për pasta carbonara fix siç e bëjnë italianët. Nuk e keni iden sa të mira që dalin edhe në shtëpi. Jam po ashtu shumë i lumtur që t'ju tregoj dhe për pastat më të reja, pastat Ola. Pas një pune shumë të gjatë, Ola sigurohet që të sjellë cilësinë më të mirë të pastave. Sigurisht që mua për këtë recetë më duhet spageti. Si fillim do të skuqim guanciale, një gabim që bëhet është që përdoret panceta, por në fakt guanciale është ai që duhet. Piperi me aromën e tij karakteristike është po ashtu një përbërës shumë i rëndësishëm i kësaj recete dhe sigurisht pasta do i ziejmë diku te 8-9 minuta sipas paketimit. Pecorino Romano është djathi që na duhet, do e përziej me të verdhat e vezëve, me piperin, me pak ujë nga makarona dhe sigurisht me yndyrën që fshon guanciale. Mos harroni që i gjithë ky proces bëhet në banjomari. Do të shtojmë edhe makaronat dhe guancialen e skuqur dhe jemi gati për ta shërbyer. Mos u kurseni tek djathi, pak piper dhe ju siguroj që